Shpërthen sherrri virtual mes motrës së gjistit dhe Xheneta Fetau, arsyeja do ju befasoj. Xheneta Fetau ka deklaruar se gjisti nuk di të lidh dy fjalë. Kjo deklaratë, e cila u bë në e diell në rubrikën Trotuar, ku Xheneta ka lidhur një kontratë disa mujore deri në përfundim të Big Brother, duket se nuk u ka pëlqyer as pak as familjarëve të gjistit përveç fansave të tij. E ka reaguar motra e gjistit Blerina, e cila ka reaguar nëpërmjet disa postimeve në Insta Story, teksa shkrua ndër të tjera: kur thonë që nuk di të lidh dy fjalë, nuk di të flas dhe flasin të gjithë këta që sot janë jashtë. Pa folur për bretin nuk bëhet, se për vete çka kanë me folë ose kujt me interesu, shkruan ajo me ironi për Xhenetën, teksa në një postim tjetër në vijim vazhdon: kush po fol e kush po do me marr famë me emrin e tjetrit, në pamundësi që të bëjnë në emrin e vet. Ka shkruar Blerina, e cila edhe herë tjetër e ka mbrojtur gjistin, por duket se motrës së gjistit Xheneta nuk ka ngelur pa i kthyer një përgjigje. E menjëhershme, vetëm një orë pas postimeve të motrës së gjistit, ka qenë edhe kundërpërgjigje e Xhenetës, teksa shkruan: ju sugjeroj të bleni një abetare deri në 2025, besoj që e mësoni shkrimin dhe leximin, shkroi Xheneta si për një abetarje. Teksa ky disi hapur midis Xhenetës e motrës së gjistit duket se po bën xhira në rrjetet sociale. Xheneta u shpreh tepër rënd edhe për gjistin me reagimin që i ka bërë Iglit, teksa u shpreh ndër të tjera për çështjen e nishanit: nëse do të më kishte thënë mua ato fjalë, doja kisha shkulur qimet e doja lija në dorë. Është e papranueshme, si fillim një femër duhet të ketë respekt për veten e që ta respektojë dhe mashkulli. Igli nuk ka ditur të sillet ndaj atij. Nëse do isha unë brenda, doja tregoja mirë qefin. Ishin fjalët tepër të forta të Xhenetës për gjistin.